Manushaqja. Bari përbëhet nga rënjët dhe gjethet të thara të manushaqjes ose të vjollcës, e cila është një bimë barishtore shumë vjeçare zakonshme në vendet e veshura me hije, pranë gjerdheve, gërmushave dhe në pyje. Bima i ka gjethet rozetore, kërcej të drejtë që përfundojnë me nga një lule ngjyrë manushaqe me erë të këndshme. Lulëzon nga janari deri në prill. Si rënja ashtu dhe bari përmbajnë alkaloidin violin që nxit të vjellët, alkaloidin odoratin me veti hipotensive, saponina si dhe pak esencë me përbërës acidin sicilik. Saponinat lehtësojnë nxjerrjen e gëlbazës dhe kollën. Bari është diuretik. Në saj të këtyre vetive, ajo përdoret si ekspektorante, emetike e sekretolike, kundër kollës dhe si ndihmëse në nxjerrjen e gëlbazës në kollën e keqe dhe në mahisjen e cipave mukoze të bronkeve. Rrallë herë përdoret si diuretike, nga jashtë përdoret në formë banjash në plagë që shërohen me vështirësi dhe së bashku me bishkalin në majasap. Përgatitja dhe përdorimi. Një lugë me barë të grimcuar imët hidhet në një enë kushtohet gjysmë gote me ujë. Ena mbulohet me kapak dhe lihet 6 orë duke e tundur her pas here. Pastaj lëngukullohet dhe pihet. Merren 1 deri në 2 doza të tilla në ditë. Çaji mund të përgatitet edhe duke zier në një enë një lugë barë të grimcuar në një gotë me ujë derisa të mbetet gjysma e sasisë së lëngut. Kullohet, ëmbëlsohet ose jo sipas dëshirës dhe pihet. Për të nxitur të vjellët përgatitet ky çaj duke përdorur në vend të një luke 2-3 lugë gjelle me barë të grimcuar. Në vendet e thata, bari e ruan veprimin për 2 vjet. Manushaqja e egër. Bari përbëhet nga e tërë bima e lulëzuar e thare manushaqjes së egër ose të menekshesë së Stambollit. Bari përmban saponine, esencë me derivate të acidit salicilik, alkaloidin violin, mucilaqe, tanin, si dhe flavone, glukozit, antocianik në lule në sajtë të cilave lehtëson kollitjen, urinimin, përmirëson metabolizmin veçanërisht tek fëmijët që kanë dëmtime të lëkurës, shpejton jashtëshitjen e lëndëve të dëmshme nga organizmi. Ajo vepron edhe kundër reumatizmit, duke patur parasysh vetitë e përshkruara më sipër, manushaqja e egër këshillohet si ekspektorante, sekretolitike e diuretike në sëmundje të rrugëve të frymarrjes, në kollën e bardhë, në sëmundje të mushkrive që kanë të dëmtuar cipën mukoze, në sëmundje të fshiktës urinare dhe për të lehtësuar urinimin, për të përmirësuar metabolizmin, në reumatizëm dhe në podagër.